Shikues të dashur, jemi së bashku me gjurmët për të ndalur edhe sot tek një temë tjetër ditore nga ato të tonat që shumë shpesh flasim për problematika në vendin tonë, dhe sot do të ndalemi tek ndotja e ajrit. Ndotja e ajrit vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha dhe më serioze me të cilat përballen qytetet në Maqedoninë e Veriut, sidomos gjatë muajve të dimrit. Pra Shkupi, po edhe qytetet e tjera si Tetova edhe Strumica që janë përmendur më shumë, rënditen në listat e qyteteve me ajrin më të ndotur në Evropë, por edhe më gjerë. Të dhënat nga matjet tregojnë që ka përshëndrimet e larta të grimcave që janë shumë të dëmshme për shëndetin e njeriut, por edhe për mjedisin. Edhe pse ndotja e ajrit është një problem i njohur ndër vite në vendin tonë, situata vazhdon të përsëritet, por edhe në shumë periudha vazhdon të përkeqësohet edhe më shumë. Shkaqet për këtë dukuri janë të shumta, duke u nisur nga trafiku i dendur, automjetet e vjetra që përdoren edhe nuk kontrollohen, industria, djegja ilegale e mbeturinave që ka qenë një temë gjithashtu shumë e përsëritur si në emisionet tona, ashtu edhe në përditshmërinë tonë. Përballë kësaj gjendjeje, qytetarët shpesh ndihen të pambrojtur, ndërsa masat institucionale shpesh perceptohen si të përkohshme dhe jo gjithmonë të mjaftueshme. Sot do të flasim gjëre gjatë, duke filluar nga shkaqet deri tek pasojat që sjell ndotja e ajrit për qytetarët, por edhe për mjedisin, dhe për të diskutuar sot kam të ftuar të them njohësin e çështjeve të ambientit, inxhinierin Eki Misra Kikdoçi. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Ta nisim me gjendjen aktuale të cilësisë së ajrit në Shkup. Si e vlerësoni ju këtë gjendje, si në Shkup, por edhe në qytetet e tjera të Maqedonisë dhe në rajon? Pse jo? Vazhdojmë të jemi të njëjtit që raditëm në ato listat për ndotjen e ajrit. A mund të thuhet se gjendja e cilësisë së ajrit në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, por edhe në qytetet e tjera siç janë Tetova, Manastiri, Kërçova dhe qytetet e tjera, llogaritet shumë shqetësuese, edhe pse gjatë ditës së sot me parametrat dhe raportet flasin se kemi një përmirësim. Shkaku kryesor i këtij përmirësimi janë rreshjet e shiut të mbrëmshme, të cilat kanë mundësuar që grimcat e dëmshme të cilat gjenden në ajër të shtresohen në tokë, dhe tani kemi shumë në kuadër në suaza të vlerave të kufitare të lejuara. Para se të flasim për këtë temë kaq aktuale këto ditë, do të kisha dashur të sqaroj për opinionin e gjerë se ajri përbëhet kryesisht nga ajri normal, flasim, i pastërt, përbëhet kryesisht nga azoti 78% dhe oksigjeni dikon rreth 20%, pjesa tjetër janë argoni, dioksidet i karbonit e kështu me radhë. Fatkeqësisht gjatë ndotjes së tij në të paraqiten edhe substanca që janë toksike, siç janë gazrat e sulfurit, dioksidi i sulfurit dhe trioksidi i sulfurit, oksidet e azotit, dioksidi i azotit e kështu me radhë, dhe ajo që është më e keqja dhe shumë më e rrezikshme në sezonën sidomos të dimrit, paraqiten edhe grimca të pluhurit të imt, të njohura si PM10 dhe PM2,5. Këto janë grimca shumë të vogla, prej aty edhe kanë marrë emrin grimca pluhurore nga anglishtja, particulate matters, pluhur shumë i imt, dimensionet e tyre maten me mikrometra, do të parat janë për masa 10 mikrometra, kurse këto të dytat që janë dhe më të rrezikshme, PM2,5, kanë për masa 2,5 mikrometra. Nëse këtë krahasoj me një fije floke, do të thotë dikun është shumë herë më e vogël se një fije floke, nuk mund shifen me sy dhe janë mikroskopike, dhe ajo që i bën këto aq të rrezikshme se janë shumë të lehta për nga masa, edhe qëndrojnë pezull në ajër, do të thotë as nuk ngjiten lart, por as nuk shtresohen vetvetiu në tokë, dhe kështu njerëzit përmes aktiviteteve të përditshme, qoftë në ambientet jashtme, qoftë në hapësirat e punës, mund t'i përthithin përmes organeve të frymëmarrjes, dhe këto të shkaktojnë dome të cilat tani më ekzistojnë edhe të dhëna për dome reale që krijojnë në shëndetin e njeriut. Pse ndodh që të them Shkupi, kryeqyteti, të renditet ndër qytetet më të ndotura në Evropë dhe në botë vazhdimisht? Pse nuk ka asnjëherë një situatë që
të themi rangohet më Do poshtë të kryeqyteti i Shkupit, fillimisht pozita gjeografike e Shkupit është atill që është i vendosur në një grop, ka shumë faktor për këtë situatë alarmante. Fillimisht do të thotë pozita gjeografike, qyteti i Shkupit gjendet në grop dhe kështu që rrymat e erës dhe ajrit nuk funksionojnë, sidomos gjatë kohës së dimrit, kur mungon era dhe kështu që këto rrinë rahat në sipërfaqe të cilën lehtë e thithim. Kjo është një arsye tjetër, ndërtimet jashtë të gjitha standardeve që zhvillohen aktivitetet ndërtimore dhe kanë pengu këto rrymat e ajrit, po këto janë ato që nuk janë aq alarmante për ndotjen e këtill. Krye këput, kjo është e pranishme në sezonin e dimrit, për arsye se në sezonin e dimrit shumica e qytetarëve përdorin lëndë djegëse për nxemje që janë me kualitet shumë të ulët. Dhe zakonisht pjesa dërmuese e ndotjes e pranisë së këtyre grimcave vjen pikërisht nga përdorimi i këtyre lëndëve djegëse, siç janë druri, jo kualitativ, qimiri, mazuti dhe karbonate të tjera, të cilët ndoshta shpeshherë edhe substanca që janë të ndaluara të digjen, ato i përdorin për djegje, sidomos drum që janë mbetje nga mobiljet e ndryshme, të cilat përmbajnë edhe llaqe të ndryshme dhe këto pikërisht po ashtu peletat që nuk janë me cilësi të lartë, edhe ato janë ndotëse. Dhe gjatë sezonit të dimrit, dikun rreth 50% e ndotjes sipas hulumtimeve të ajrit vije pikërisht nga nxemja. Dikun rreth 25% e ndotjes vije nga trafiku urban, siç janë automjetet, të cilët jemi dëshmitar se vitet e fundit në Maqedoni kanë ardhur automjete me standarde shumë të ulta ekologjike, të cilët tani në vendet evropiane edhe nuk mund të qarkullojnë në disa zona të qyteteve evropiane, për arsye se janë me euro 2, euro 3, dhe ndoshta edhe pa kurfar standardi, dhe natyrisht përveç kësaj janë edhe kapacitetet industriale të cilët përdorin lëndë djegëse në procesin e prodhimit dhe këto janë po ashtu pjesëmarrës në këtë ndotje të ajrit. Nëse shohim rrjedhën e ndotjes së ajrit këtu në vendin tonë, a mund të themi se bëhet fjalë për ndotje kronike, apo është thjesht një episod i përkohshëm që dikur ndoshta mund ta tejkalojmë si situatë? Nuk mund të thuhet se është ndotje kronike, për arsye se kemi periudhat gjatë verës kur kemi erëra dhe kur kemi rreshje shiu, zakonisht sasitë e gazrave toksike në ajër janë në nivelet e lejuara dhe do të thotë nuk evidentohet ndotje, por ka edhe gjatë kohës së verës ka momente kur sasia e grimcave PM10 dhe PM2.5 rritet. Për arsye se nuk është vetëm ngrohja dhe burimi ndotjes, por këtu janë edhe automjetet të cilat vazhdimisht qarkullojnë edhe në sezonin e verës, edhe pikërisht këto japin një kontribut të madh në ndotjen e ajrit. Megjithatë, shumë kjo ndihet në sezonin e dimrit, kur kësaj ndihmon edhe ndotja që bëhet nga djegja e lëndëve për nxemje. Nga puna e termocentraleve, për arsye se termocentralet përdorin qimirin për prodhimin e energjisë elektrike, konsumi e energjisë elektrike gjatë sezonit të dimrit rritet për shkak të nxemjes, po ashtu, dhe si rezultat i asaj edhe ato termocentrale që përdorin qimirin, po ashtu janë dotës potencial të ajrit të cilin ne e thithim çdo ditë. Dua të di se është ndotja e ajrit problemi më i madh mjedisor që kemi, duke pasur parasysh edhe të gjithë periudhën që na kaloi, që kishim probleme të shumta me ndotjen prej mbeturinave, djegjen e mbeturinave, deponitë e krijuara, llogaritet ndotja e ajrit një ndër ato më të dëmshmet.
Unë mendoj se sfida më e madhe është ndotja e ajrit, se sa ndotja me mbeturinat që kishte në periudhën e kaluar, për arsye se çështja e ndotjes me mbeturina është çështje që mund zgjidhet dhe pikërisht u zgjodh për 72 orë me një angazhim të shumë institucioneve të udhëhequr nga qyteti i Shkupit, dhe kjo njëherë ka ndodhur në 10 vitet e fundit që unë mbaj mend. Pavarësisht se prap ka lagje që kanë vazhdu të kenë probleme me grumbullimin e vazhdojnë të kenë, mbeturinave sepse nuk mund zgjidhet brenda natës, megjithatë është një problem që mund zgjidhet shumë ma lehtë, kurse çështja e ndotjes së ajrit është sfidë shumë e komplekse dhe kërkon angazhim të shumë subjekteve, të shumë institucioneve dhe investime të mëdha financiare, të cilat ne si shtet fatkeqësisht edhe na mungojnë. Prandaj edhe njëna dhe tjetra janë problem, sepse edhe nga deponit dhe ndezja e tyre mund të krijohen. Po ashtu ndotja e ajrit dhe kështu të riciklohet ndotja vazhdimisht në qytetin tonë. Do thotë edhe në sezonin e verës kur nuk kemi pasur shembull nxemje, ka qenë prezente ndotja pikërisht nga dukuritë e ndezjes së deponive të egra, djegjes së lloj-lloj mbeturinash, të cilën shumica e qytetarëve për shembull që sigurojnë ekzistencën nga shitja e bakrit, djegin kablo bakri e kështu me radhë, dhe pikërisht këto djegje lirojnë në atmosferë pikërisht këto grimca dhe këto gazra helmues. Nëse ndalemi tek ndotja që vjen, siç e përmendet edhe më herët, nga industritë që është një shkaktar shumë i madh i ndotjes së ajrit, sa janë të monitoruara këto pjesë dhe sa ekzistojnë kontrollet inspektuese në vendin tonë për të gjitha këto ambiente? Në bazë të informatave që kemi, do të thotë ato janë të obliguara që të kenë monitorime në pjesët të cilët emitojnë grimca ndotëse, siç janë pikërisht grimcat PM10 dhe PM2.5, dhe se në bazë të atyre pajisjeve që posedojnë për matjen e përcjelljen e këtyre sasive që i lirojnë në atmosferë, ato marrin edhe lejet posaçme që jepen nga Ministria e Mjedisit, siç quhet licenca e integruar A. Mirë po, megjithatë, për përmbushjen e këtyre obligimeve ligjore që kanë subjektet industriale, ekziston inspektorati për mjedis jetësor, i cili vazhdimisht duhet të bën kontrolla në implementimin e këtyre masave, respektivisht në lajmërimin e lirimit të gazrave që ndotin ambientin në atmosferë. Sa kanë funksionu të tilla masa? Unë mendoj se nuk kanë funksionu sa duhet, për arsye se numri inspektorëve për mjedis jetësor ka qenë shumë i vogël. Ka një tendencë, sipas informatave të mia, për rritjen e këtij numri të inspektorëve, dhe ajo është mirë, dhe pikërisht duhet rritet ky numër, sepse ekzistojnë shumë kapacitete industriale, vetëm industritë e rënda, siç është Hekurona e Shkupit, Ohisi e kështu me radhë, ekzistojnë edhe kapacitete më të vogla industriale, të cilët përdorin për nxemje, përdorin lëndë karburante, lëndë dioksid që janë me cilësi shumë të ulët dhe se mund të jenë shkaktar për ndotjen. Përveç se këto ndotja që vjen nga të gjitha këto që i përmendëm, shkaktarët që ndosin ajrin, si ndikon ndotja e ajrit në ekosistemet përreth, edhe njëherë kjo është e lidhur edhe me shëndetin tonë, si ndikon më pas tek neve? Është të vërtet shumë se ndotja e ajrit, ndikimi i ajrit të ndotur në shëndetin e njeriut është pjesa më rrezikshme, ndikimi më negativ. Ajri, sipas sasisë së këtyre grimcave që përmendëm pak më parë, mund të ndahet në disa cilësi. Ajër i përshtatshëm, kur këto grimca janë nën 50 mikrogram në metër kub, mund të jetë ajër i papërshtatshëm për kategoritë e njerëzve të cilët janë me sëmundje respiratore, kanë sëmundje kardiovaskulare, dhe për gratë shtatzane, për fëmijët e moshave të vogla, si dhe për të moshuarit mbi 60 vite. Prandaj edhe zakonisht jepen rekomandime për këto kategoritë njerëzve që të lirohen nga puna,
që të rrinë në ambiente të mbyllura, mos dalin në ambiente të hapura. Ajo që ka është shumë e rrezikshme është pikërisht Grimca 2.5, që janë shumë të njëjta dhe këto përmes organeve të frymëmarrjes mund të deportojnë edhe në gjak dhe paraqesin pastaj rrezik potencial për sëmundjet kardiovaskulare, për të smurit me sëmundje kardiovaskulare dhe sidomos këto persone janë shumë të goditur. Nëse sasia e këtyre grimcave do të thotë te kalon 100 mikrogram, atëherë ajri është i papërshtatshëm për të gjitha kategoritë e qytetarëve. Nëse kalon mbi 200 mikrogram deri në 300 mbi 300 mikrogram, falni, atëherë konsiderohet si ajër i rrezikshëm dhe është i rrezikshëm për të gjithë kategoritë e njerëzve. Përveç kësaj, në mënyrë indirekte ne efektin në shëndetin njerëzor e marrim edhe nga ambienti jetësor. Për shembull, oksidet e azotit, oksidet e sulfurit, kur lirohen në atmosferë, me shirat krijojnë shira acidik dhe këto shira acidik i dëmtojnë bimët, i dëmtojnë pyjet dhe kështu vjen deri te mos funksionimi i procesit shumë të rëndësishëm në natyrë që zhvillohet fotosintezës. Nga njëra anë, nga ana tjetër me shkatrimin e pyjeve vjen deri te goditja e ekosistemeve dhe habitateve të ndryshme, siç janë për shembull disa lloje të shtazëve, shpezëve, të cilat dikur kanë ekzistuar kurse sot janë zhdukur. Prandaj edhe shtetet harxojnë mjete të mëdha për t'i rikthyer ato habitate në për ekosistemet, por është më mirë që të ndërpritet se sa të investohet në riparimin e situatës, sepse kjo kushton shumë më shtrenjtë se sa investimi në pengimin e këtyre fenomeneve. Pra, nëse për shembull në toka bujqësore që janë përreth rrugëve ku kalojnë automjetet që përdorin karburante me cilësi shumë të ulët, naftën, sidomos dizelin, automjetet që janë Euro 3, Euro 2, dhe ato pemë dhe perime që mbjellen në afërsitë aty në rrugëve mund të jenë njësoj të dëmshme për shëndetin e njeriut, për arsye se mund të jenë të ndotura pikërisht me këto grimca të rrezikshme. Për shkak se kjo është një situatë e ripërsëritshme në vendin tonë, a mund të themi se neve sot e paguajmë çmimin e politikave jo të qëndrueshme mjedisore që janë bërë në Maqedoni? Po një është e vërtetë. Atë që politikanët hezitojnë ta bëjnë, qytetarët e paguajnë me shëndetin e tyre. Megjithatë, unë jam optimist, qeveria aktuale besoj që do të ketë një trajtim më serioz sa i takon respektimit. Fillimisht duhet respektohen dispozitat ligjore. Duhet bëhen kontrole të rregullta nëpër kapacitetet impiante të cilat kanë marrë leje nga Ministria e Mjedisit. Duhet shihet sa i plotësojnë kushtet që të mos mundsohet lirimi i gazrave toksike në atmosferë. Do të thotë eliminimi i faktorëve të cilët janë burimi i ndotjes, derisa nuk eliminohen faktorët. Po ashtu ka gatishmëri të subvencionoj inverter për qytetarët me qëllim që të eliminojnë përdorimin e drurit, qymirit dhe sidomos lëndëve tjera të dëmshme për nxemje. Ajo që mund ta zgjidh problemin është tendenca dhe të shpresoj se ndoshta do t'jetë edhe serios projekti që paralajmërohet nga qeveria për gasifikimin e qyteteve, sepse përdorja e gazit eliminon në masë të madhe, dikon mund të themi lirisht 50% do të eliminohet ndotja me gasifikimin e qytetit, institucioneve nëpër qytete, shkollave, qerdheve e kështu me radhë. Ka shumë qerdhe dhe shkolla që sot e kësaj dite nxehen me dru ose me qimir ose me naftë që po ashtu janë ndotës. Do të janë disa nga masa, ka edhe shumë masa tjera që mund përdoren, po nëse e do nevoja do t'i përmendim edhe ato. Po, në shpresoj shumë që të tilla premtime të mos jenë vetëm premtime fushatash dhe të realizohen realisht, se historia na ka dëshmuar vetë, nuk kemi pse e komentojmë neve, po çdo herë këto janë premtime që janë në letër, në praktik nuk është se zbatohen shumë.
Andaj të dalim pak tek masat që zakonisht ndërmerren nga institucionet. Si vlerësoni masat që ndërmerren nga institucionet kompetente për në momentin kur te i kalohen pragjet e alarmimit? E thatë edhe vetë është e rëndësishme të parandalohet në tërësi faktorët që e jo vetëm pasi të shohim pasojat të merren masat. Vetëm të riparojmë situatën, pra nuk janë mjaftueshme masat që merren nga institucionet, nuk flas për tani. Kjo është një periudhë mbi 20 vjeçare, do të thotë që faktikisht idetë ekzistojnë, dëshira ekziston, megjithatë implementimi mungon. Tani unë shpresoj se megjithatë në rrethonat aktuale kam shpresën edhe bindjen se do të ketë hapa më konkret në drejtim të eliminimit të këtyre. Por jo vetëm kjo, se megjithatë qytetarët kanë nevojë edhe për ndërgjegjësim. Nëse ju e shifni kur kemi zakonisht situata alarmante me ndotjen e ajrit, zakonisht dalin edhe protestojnë disa shoqata ekologjike nga 10-15 vetë dhe një pjesë e madhe qytetarëve bile nuk ju intereson fare se pse janë mbledh këto njerëz. Prandaj duhet ngrihet vetdia e të gjithë qytetarëve se çdo individ është i rrezikuar nga ndotja e ajrit dhe këtu nuk ka rrezik selektiv, nuk mundet, këtu nuk ka zgjedhje nacionale, këtu nuk ka zgjedhje etnike, as fetare, as gjinore, do të thotë qoftë mashkull, qoftë femër, qoftë musliman, qoftë i krishter, qoftë shqiptar, qoftë maqedonas, qoftë i ndonjë përkatësie tjetër, ajri i ndotur e dëmton gjithë secilin. Edhe kështu që kur është në pyetje shëndeti i qytetarëve, shteti duhet mendoj seriozisht. Mendoj se projekti ka edhe projekte të cilët mund afatshkurta të jenë zgjedhje, për shembull në Sofje, në zonat e qytetit të Sofjes ku ka pas mjaft ndotje me grimcat PM10 dhe 2.5, kanë vendosur filtra, subvencione, ju kanë dhënë qytetarëve, ambistrive shtëpiake, filtra në gjaqjet e tyre dhe kështu që në ato zona pikrisht kanë vendosur edhe instrumente matëse për ta përcjellë situatën e ajrit në ato zona. Dhe ka ardhur në përfundim se pikrisht ato filtra i kanë ndalu këto grimca nga gjaqjet e tyre, pavarësisht se çfarë lëndë djegëse ka përdor ajo ambistri apo ai. Do thotë ekzistojnë, këto janë masa afatshkurte që mund ta zgjedhin problemin, kurse masa afatgjate është krijimi i zonave të gjelbërta. Kur flas për zonat gjelbërta, nuk flas simbolike zonat gjelbërta, por zonat të gjelbërta reale. Pastaj eliminimi ose vendosja e taksave progresive ekologjike. Për shembull, veturat që ndotin më shumë duhet paguajnë më shtrenjtë gjatë regjistrimit të tyre, ose të ndalohen fare për arsye se tani nuk mundet për shkak se dikush duhet lëviz me veturë. Duhet kenë përparësi këmbësorët, duhet kenë bicikletat, duhet stimulohen që qytetarët sa më pak të përdorin veturat gjatë sezonit të dimrit, kurse sa më shumë të përdorin transportin publik. Por edhe të transporti publik nevojitet modernizimi transportit publik. Pra mund të zaventësohen autobuset aktual me autobus elektrik. Unë mendoj se kjo nuk kushton shumë për një shtet i cili duhet të mendoj seriozisht për shëndetin e qytetarëve, sepse shkatrimi i shëndetit kërkon shumë mjete për riparim, por ndonjëherë edhe nuk janë të mjaftueshme për të riparohet. Prandaj, nëse e krahasojmë jetëgjatësinë e qytetarëve në shtetet të ndotura, me ajër të ndotur, dhe jetëgjatësinë e qytetarëve në shtete ku ajri është i pastërt, ka shumë dallime, do të thotë dikun jetëgjatësia është deri në 85, 90, ndoshta edhe 100 vite, kurse këtu kemi raste të vdeksisë në mosha shumë të reja. E përmendet edhe më herët, çfarë shembuj pozitiv mund të marrim, të vjedhim nga rajoni, nga Evropa, që janë më realist për vendin tonë dhe që mund të implementojmë me kushtet tona? Fillimisht duhet respektohen dispozitat ligjore. Në Maqedoni janë sjellë të gjitha ligjet që janë konform
standardeve të Unionit Evropian. Është ligji për mbrojtjen e mjedisit jetësor, ligji për mbeturina, ligji për ajër ambiental të pastërt. Faktikisht ekzistojnë dispozitat ligjore. Duhet vetëm implementim, duhet kontrolla të vazhdueshme kapaciteteve, impionteve, pajisjeve të cilët prodhojnë ndotje. Duhet gjoba reale dhe jo tolerime në baza qoftë partijake, qoftë miqësore, për subjektet industriale që llogaritën si industri e rëndë. Për shembull, nëse nuk janë të gatshëm, të vendosin filtra special që ta zvoglojnë sasinë e këtyre grimcave, atëherë duhet paguajnë gjoba dhe ligji i parashek të gjoba. Për të gjitha subjektet të cilat për shembull mund të lirojnë më tepër në atmosferë se sa është e lejuar, gjoba është dikon prej 8.000 deri në 20.000 euro për subjektet industriale, që nuk është gjobë e vogël. Nëse zakonisht Zvicra për shembull, pse është shteti më i pastërt në botë, pozita gjeografike luan rolin e vet, megjithatë është se atje ndotësi paguan. Ai që ndot edhe paguan. Të ne po ashtu në ligj parashihet ndotësi paguan. Por megjithatë implementimin praktik i këtij parimi ligjor të ne mungon, për arsye se pastaj taksat ekologjike progresive. Çdo kapacitet industrial i cili lëshon më tepër se sa është e lejuar, duhet paguajë taksa më të larta ekologjike, të formohet një fond për ajër të pastërt, mendoj se kjo mungon në shtetin tonë, dhe pikrisht të mjete që do të grumbullohen në këtë fond, nesër të shpërndohen dhe të kthehen për të mirën e qytetarëve, për t'ju dhënë subvencione për lëndë alternative që nuk ndotin, për nxemje alternative, si që janë pompat termike, si që janë inverterët, si që janë gasifikimi e kështu me radhë. Duhet të investohet pastaj në mjete transportit publik elektrike, që nuk ndotin. Pra, nëse dikush ndot dhe krijon ndotje, ai duhet të gjobohet duke paguar taksa më të larta. Nëse nuk don të paguajnë taksa më të larta, atëherë do të blejnë filtr që e pengon dhe po ashtu do të investon në mbrojtjen e ajrit dhe atëherë do të jemi gjithë në rregull, edhe ujë ku i ngir, edhe vend në numër. Tani do të marrim disa këshilla, ndoshta çka duhet përmirësohet, çka duhet bërë për të përmirësuar gjendja. Po fillimisht çka mund të bëjë një qytetar i zakonshëm për të kontribuar sadokudo në përmirësimin e cilësisë së ajrit? Çdo individ mund të bëjë të jap kontributin e tij, sado pak të duket modest, megjithatë do të jetë kur të dihet se sidomos qytetin e Shkupit nëse e marrim, në Shkup jetojnë rreth 700.000 banor. Kjo i vjen 1/3 e Maqedonisë, do të thotë nëse 700.000 e vetë janë të vetëdijsuar, do të thotë situata do të jetë pak më ndryshe, për arsye se edhe institucionet do të funksionojnë më ndryshe kur zëri i qytetarëve të jetë të ndëgjohet. Matutje nuk duhet vetëm shoqatat ekologjike të merren me këtë problematik, por këtë problematik duhet ta kuptojnë seriozisht të gjithë qytetarët, çdo qytetar. Duhet edhe vetë të japin kontribut, duke mos i përdor makinat për shembull për të shkuar prej ta marrim via Pashe deri në Bit Pazar, po duhet shkon kam ose me një bicikletë ose më ndryshe, sepse çdo qytetar që nuk do ta përdor sot makinën do të jep një kontribut në situata shumë alarmante, kur kemi ndotje ekstreme, do të thotë vetë institucionet bëjnë kufizimin e lëvizjes, qarkullimit të makinave. Ndonjëherë ndoshta duhet edhe kjo të bëhet, edhe pse mund ndalen të gjithë makinat që qarkullojnë, nëse faktikisht parametrat flasin se kemi ndotje ekstreme në qytet, sepse shëndeti i njerëzve duhet jetë prioriteti numër 1. Thash edhe në fillim, duhet të mendohet sinqerisht për zavendësimin e karburanteve ose lëndëve djegëse të damshme, pa kvalitet dhe pa cilësi, me lëndë të reja, siç është gasi natyror, siç janë pompat termike, do të duhet shteti të jep subvencione
qytetarëve dhe ky numër i subvencioneve nuk duhet jetë simbolik, po duhet jetë një numër mjaft i madh i subvencioneve që do t'i zaventësojnë lëndët djegëse me lëndë alternative, me mënyra alternative të nxemjes. A është realiste të pritet një përmirësim i ndjeshëm i gjendjes aktuale për shkak se qytetarët më vetë janë të dëshpëruar nga ajo përditshmëria e tyre që nuk është se ndryshon? Por kjo është e domosdoshme, sa është realiste nuk mund të them, megjithatë unë gjithmonë jam optimist që të besoj se megjithatë ndërgjegja e gjithë secilit që ka përgjegjësi për këtë situatë të jetë në nivel të duhur që të fillojmë të mendojmë ndryshe, ashtu siç mendojnë zvicranët, ashtu siç mendojnë gjermanët, për arsye se ka të bëjë kryekput me cilësinë e kualitetit të jetës, ka të bëjë me shëndetin tonë dhe ka të bëjë me jetëgjatësinë tonë, për arsye se unë e thash në fillim, jetëgjatësia në qytetin e Shkupit ne jemi dëshmitar për çdo ditë të vdekjeve, të raste të rinjve, që zakonisht shëndeti është prekur sigurisht edhe nga ndotja ekstreme e ajrit. Sa larg jemi ne prej këtyre standardeve evropiane që i përmendim vazhdimisht si shembull pozitiv? Ne nuk jemi larg standardeve evropiane, unë e thash edhe në fillim, Maqedonia i ka implementuar të gjitha ligjet që kanë të bëjnë dhe të gjitha këto gati se janë harmonizuar me ato të Unionit Evropian. Problemi ekziston në implementimin e tyre. Mungesa e financave, mungesa normal është një nga faktorët, për arsye se numri i vogël i inspektorëve, sepse duhet bën inspektime në të gjitha pajisjet që në një farë mënyre prodhojnë dotje. Të gjitha punëtorit të cilat prodhojnë dotje duhet ketë inspektime të rregullta dhe normal të detirohen të implementohen standarde që do të zvoglojnë emetimin e këtyre grimcave dhe këtyre gazrave të dëmshme në mjedisin jetësor. Pra nuk mungon regulativa ligjore, nuk mungon dëshira, mungon vetëm përpjekja për të shtu kontrollin dhe për të qenë rigoros në implementimin e kërkesave ligjore. Të mos ketë intervenime për falje, ai që duhet gjobitet realisht e jo të mënyrat ndryshme të ikë gjobës dhe normalisht ai do vazhdon pastaj me të njëjtën. Nuk mundet dikush të realizon profit ekstrem, siç janë kapacitetet e mëdha industriale, kurse qytetari vëbekt të paguaj me shëndet. Kush mban përgjegjësinë kryesore për gjendjen që kemi sot? Të gjithë. Edhe qytetarët, por edhe mas shumë t'i kuptohet institucionet, ato të cilët janë përgjegjëse për të marrë masa dhe për implementimin e këtyre ligjeve. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit për bisedën. Faleminderit edhe juve për ftesën, ishte një temë aktuale, tejet e rëndësishme, edhe pse ndoshta shumë modest, po megjithatë le të jetë një kontribut për ngritjen e vetdijes, sidomos tek qytetarët që të jenë pak më të zëshëm në drejtim të luftës së tyre për të imponu të gjitha atyre të cilët janë përgjegjës që të seriozisht të merren me çështjen e sigurimit të ajrit cilësor në vendin ton, e veçmas në qytetin ton, ku e tham edhe në fillim, rangohet shpeshherë në vendet e para të Evropës. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, neve këtu do ta mbyllim bisedën. Do t'i lutem regjisën se e kemi materialin në vijim për të parë pak më shumë mbi këtë temë, për të parë edhe mendimet e qytetarëve dhe çka kanë ata të thonë për situatën aktuale, ndërsa unë këtu do t'ju përshëndes dhe bashkë do të takohemi javën e ardhshme.